Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 23. Data 23 prill 2026. Duket se kemi të bëjmë me një ditë mjaft të rëndësishme ku hëna nga gaforja vazhdon t'ju bëjnë më ndikues dhe më intuitiv. Është një ditë ku mund të kapni të vërtetat në heshtje pa shumë shpjegime. Ka të bëjnë shumë ajo që them nga hera që nga do njerë nuk flasim po dëgjojmë dhe marrin vendime të rëndësishme në atë që kërkojmë. Ndikimet që kanë të bëjnë në lidhje me punën, karrierën, është mirë të shmangin marrjen e ndonjë hapi përfundimtar që jemi akoma në pasigurinë tonë. Dhe kjo nuk mjafton vetëm intuita, por dhe baza saktësia që neve kërkojmë dhe adhurojmë, dëshirojmë. Duket se është ditë e përshtatshme për të kujdesur për shtëpinë dhe çështjet e tjera me familjen, fëmijët. Kujdes nga pasiguria e brendshme, sepse lidhet shumë nëse ne duam të bëjmë diçka ose bëjmë sepse duam ta realizojmë, atëherë ka të bëjnë shumë me gjëra të mëdha në funksionin e punës, të karrierës dhe të ndryshimeve. Por para se të fillojmë parashikimin e kësaj dite, unë ju kujtoj